Në salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi i dytë ndalon prej seneve të fllesta dhe prej seneve të dyta. Mirë po ky po vazhdon me ato. Ku është problemi? Veç një qovë është jeshtë, namazi s'është në rregull. Namazi nuk është në rregull. Nuk e ke bo që është dohet. Nuk e ke bo që është ai e ka meritu. Nuk e ke bo si pas kushteve që ai e ka kërku. Për ata xhamati dashur, na duhet me pas kujdes edhe duhet me pas vëmendje, se jeta është shumë e shkurtër, na e kena përmendur, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Edhe një ditë e madhe Allah është sa 1000 vjet sa ju po i numëroni. 1000 vjet sa ju po i numëroni. Ymri 3 minuta. Ulemoja që kanë po llogari. 1400 vjet deri te Resulullah sallallahu alaihi wasallam 43 minuta. Te i madhe Allah azza wa jalla. 3 minuta pes ka thonë, po hi prej një dere dhe dole a dere tjetër, 70 kusur vjetë që është që ymri jam nuk ka shumë. As njoni nuk ka mujtë hesab me e bo. Për ata me një ymër, cilin na po jetojmë shumë shkurt, a jam lejnë gjemati dashur që na me e që ato pa namaz, pa ato që ka aj, Allah azza wa jalla e ka kërku. Njoni prej alima për të kështu, ke thonë, la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah, dëshmoj deklaroj se nuk ka zot tjetër përpas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, edhe namazin nuk e ke fal. Ti llogaritesh khane. Çka? Ti llogaritesh tradhtar. Qysh? Tradhtar ta llogaritesh. E ke thonë një besë madhe, e ke thonë. Edhe e din që mas asaj bese ka bagit do obligime. Jo kërkesat madhe të Allah çka ai ka lyp për ne. Mirë po qysh e thash, se tani ka njerë gjemati po hoqë vëtit shumë kërkesa shumë, jo gjemati dashur. Hadith po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vjen një arab te Resulullah, një arab bedawi fshatar. Pe afrohet ja Resulullah. A je ti i dërguari i Allahut? Po thot Allahumma na'am. Mashallah po i kuçet fira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej edit. Pe thot ja Resulullah. Ashtë Allahu ai i cili e ka vendosur qiellin? Tha Allahumma na'am. Tha po vallahi, Allah ka vendosur qiellin. Tha ashtë Allah ai i cili ka vendosur kodrat? Tha pashallah po, Allah është ai që ka vendosur kodrat. Tha a është Allah ai i cili ka vendosur malin? Tha po, Allah është ai i cili ka vendosur malin. Tha a është Allah ai i cili i ka bërë gjitha këto? Ai i cili neve po na kërkon me namaz, me zeqat, me agjerim, edhe haqë, po thot Resulullahi Allahumma na'am, pasha Allahum po, tha qëre tha që po thamë. Resulullahi po thot ta shaj fshator. La e fa'alenna, wa la ezidu ala dhali. Po thot kom një po qito, edhe sa tjetër s'ko me shtu. Heq, po që tjetër s'ko me shtu. Qito kom një po, edhe sa tjetër s'ko me shtu. Po thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, in sadaqa bima qal, dakhala al-janna. Nëse është besnik i sinqert për ato të cilët e ka thonë, ai është xheneti. Njoni prej alima po thotë kështu. Zeqatin nuk e ke arrit pasurinë për mu bo obligim zeqatin. Lirohesh. Agjerimin, je ke smur, lirohesh. Haxhin. Nuk i mundsi, Allah po thotë Kur'an limen istata'a ilayhi sabila, për ato i cilët ka mundësi me shku, lirohesh. Namazin nuk po mund është kohë ullën. S'po mund është ullën, shtret. S'po mund është shtret, lëvizjet kokës. S'po mund është lëvizjet kokës, lëvizjet qërpikve. Lëvizjet qërpikve. Ama me elon, jo asnjëherë. Me elon, jo asnjëherë. Për ata gjemati dashur na kur tham, Allah ka kërku prej neve gjysore me anë kësaj dite. Gjysore, 24 orë neve na i ka dhënë. Neve na i ka dhënë 30 minuta. 30 minuta mos me konë gjendje fillon, Allah është pak problem, edhe është pak marë. Se nuk e di që shkemi me talë për para. Nuk e di që shkena me talë Allah të azza vajal për para. Unë s'kisha dosh me zgjatë ma tepër, e lustë madhen Allah që neve me nabu prej atyre rëpërve, cilit e meritojnë falën e ti në kitë natë. Verkume, na jemi rëpër dëpt. Jo gjithë janë për të fortër, një kohë janë të fort, një kohë janë dëpt, një kohë janë mirë. Të shkut të urzu, që shtu që është ke qashtë. Nuk mundet me konë për mirëstimi mrena një dite. Sot kesh keq,
nesër u bona e djallë. Jo. Njoni ishtë pas shku të doktori, tha doktor, tha që të marrë infuzion, tha ko më shku nesër punë. Jo, ka dole, tha, se ti ki pak punë, ki mu shtri, një 38 ki trajtim dalë ka dole, deri sot për mirësohet gjendja jute. Qështu që është çështja e namazit, qështu që është çështja e ibadetit. Mos priti që automatikisht prej një gjendje që shjekon kështu, me u kthy dhe me u boni 100%. Jo, fillim kemi anis një vakt me falë. Mas 5 dite kemi falë 2, mas 10 dite kemi falë 3, mas 20 dite kemi falë 4, mrena një muj ditet me emrin e të madhët Allah kemi pun 5 vakti namaz. Që kjo është trajtim gradualitet, që nuk ka shans njeriu me i këti gradualiteti për ndryshe është i dështum, nuk ka shans më shumë. Pra ndaj xhamatin dashur, luteni Allah. Nëse e keni njetë për t'i shka, sot dhe luteni. Sahabet janë lutë për këpucë treja. Sahabet janë lutë për këpucë treja. Ja Rab, mundësome një parë 9 treja. E nasë pëdia kejtë që ka më luta e lutë. Shumë e kejtë listën e gotë. Shumë. O lusë më dhe në Allah Azza wa Jall, ai i cili e din zemër që ka puna mungon, e din zemër që ka puna mungon, e lusë më dhe në Allah që me na i buka direkt. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.